Është një lajm shumë i mirë, është një veprim jashtëzakonshëm i institucioneve të Republikës Kosovës, ato të sigurisë, sidomos Policisë Kosovës, Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Prokurorisë në fakt speciale. Ajo çfarë mund të them për juve si Klajda është që hetimet për Fatmir Shahollin ka nisur në vitin 2024, kur i njëjti në disa takime të cilat i ka realizuar në Mitrovicën e Veriut ka marrë materiale përgjuese për ministrinë për komunitetet dhe kthem në cilën ka qenë Nenad Drashić. Pra edhe gjithë kjo propaganda e madhe dhe gjitha disa audioinqizime të cilat ishin publikuar në disa media tona në Republikën e Kosovës kanë rrjedhur nga Fatmir Shaholli përmes një zyrtari të bie serbe, për çka sot është konfirmuar edhe nga ana e dosjes së prokurorisë speciale të cilën kemi arritur ta shohim, dhe Fatmir Shaholli tashmë i arrestuar, ndaj të cilit si lajm fundit mund të japim që prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit për 30 ditë dhe tashmë gjykata themelore vetë ka konfirmuar ndalimin e tij për 30 ditë. Thuhet që Shaholli pra ka punuar kundër interesave të Republikës së Kosovës, duke cënuar kështu edhe sigurinë e vendit tonë dhe duke i kryer shërbime pra një shteti fqen tonë, Serbisë, e cila vazhdimisht ka punuar me propaganda dhe luftën hegemoniste dhe idenë hegemoniste të cilën e ka në fakt karshi Kosovës dhe luftën hibride ndaj institucioneve tona. Kështu që është një lajm shumë i mirë që institucionet kanë arritur tashmë pas shumë vitesh që një person të tillë ta arrestojnë dhe të shkojnë drejt fazës së hetimeve më të